Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 5 tetor të 2025-s. Si ditë e diel që është dhe një ditë ku ka edhe lidhet shumë me anën e financave, lidhet shumë me bisedime të rëndësishme ekonomike, lidhet shumë me disa takime që do të bëhen, por këto janë takime që kërkojnë vëmendje, sepse ndryshe mund të mendohet, ndryshe mund të veprohet, por gjithsesi sa më të kujdesshëm të jemi aq më mirë është, sepse në jetë janë edhe dështimi, edhe fitimi, edhe rritja, edhe ulja. Prandaj sa më të kujdesshëm të jemi aq më mirë për ne. Mirë është që të bëjmë një përmbledhje të gjërave që ndodhin ose gjëra që kemi ku çdo gjë ta bëjmë me plan dhe jo pa plan. Sepse pa plan neve na prishet një ekuilibër që neve kemi kohë që kemi jo vetëm ndikimin që kemi tani neve, por jemi lodhur shumë kohë më përpara për të arritur kësaj dite, për të arritur këtij momenti në ekonomi, në punë, dhe nuk kemi pse ta prishim këtë gjë ku gjërat janë në anën tonë. Megjithse, ka të bëjnë shumë edhe me disa takime që do të bëni nga paraditja, takimet janë të mira, por mirë është që dhe më idealja është më shumë të dëgjoni se sa të flisni, ku mund të mësoni shumë gjëra dhe ata juve t'ju kuptojnë arsyen pse, kuptojnë arsyen çfarë doni të bëni dhe ku doni të shkoni. Ky është një moment dhe një moment shumë i mirë ku përfitojnë shumë dashi, gaforja, peshorja, bricjapët të 10 ditësh të parë ose të tretë. Gjithashtu kemi të bëjmë me shenjat siç janë Shigjetari, Luani, Demi, Akrepi, Ujori të 10 ditësh të parë ku ndryshojnë shumë gjëra në jetën e tyre, në çështjet ekonomike financiare, në lidhje me disa gjëra që pak a shumë mund të kenë qenë në anën tjetër në vendime që mund të merren, por gjithsesi mirë është që të prisni pak nëse do të merrni vendime, do bisedoni për disa shitblerje në fakt, dhe kjo është pak shpejt, premtime keni pasur boll ju xhanë, po. Sidoqoftë, kjo është një periudhë tjetër, domethënë që mund të ndryshojnë gjërat. Në çështjet që lidhen me udhëtimet, nëse keni mundësinë mund t'i shtyni, por jo se ka një problem shqetësues tu. Ju e zgjidhni këtë gjë. Nëse doni që të bëni diçka të re, në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, apo jashtë, është koha dhe momenti juaj. Por gjithsesi koha është në anën tuaj. Tani, para se të fillojmë me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë pikërisht kemi këtë faqe në rrosë që shikoni atje, që shfaqet në ekranin tuaj dhe atje duke zgjedh paketën tuaj dhe numrin përkatës të zgjedhjes, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të folur bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni që të dërgoni një mesazh, atëherë te kjo, si shikoni atë butonin, e klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhet dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, meqense dashi duket se tani për tani nuk ka vend për t'u shqetësuar, për arsye të punës së tyre, për arsye të gjërave që ata kanë, por njëkohësisht është edhe momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me takime, në lidhje me gjërat e tyre që ka të bëjnë shumë me punën, ka të bëjnë shumë me ndryshimet të mëdha që do të keni tani tutje, por gjithsesi është një fundjavë e lodhshme, por e kuptueshme, atë përlodhjen që është, dhe është një ndikim mjaft i madh në vazhdimsi. Mbi çështjet që lidhen me anën e këtu do kërkon vëmendje, në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshore, ka të bëjnë me bricjap, ka të bëjnë me dem, duket se kërkohet vëmendje dhe kujdes në këtë drejtim. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e demit. Për ju të shenjës së demit, periudha që keni tani në ndikimin dhe kohën dhe vendimet që merren
në çështje dhe në mundësi, që të keni mundësi të arta financiare, ekonomike dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme, është një periudhë që tani për tani është periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që vërtet e mirë, sepse fillimi i javës mund të jetë një loto për juve dhe mund të përfitoni shumë në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, sepse lidhet shumë me karrierën, dhe është koha juaj për të stabilizuar çështjet e financave dhe gjërave të tjera. Takimet mund të bëhen sot, do të avlejnë për ditën e nesërme, prandaj mos e lini pas dore këtë ditë të diel të ditës së sotme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me luan janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, meqense binjakët duket se pikërisht në ditën e sotme, një ditë mjaft e mirë, një ditë që të rrezatoni në anën tuaj, do keni mundësinë e zgjidhjeve, e konflikteve, të problematikave, të ndryshimeve, të mundësive, se mundësitë janë ato që do të shikoni dhe vetë me kalimin e kohës, ku janë shumë gjëra që ndryshojnë, shumë gjëra që arrihet në anën tuaj, një mundësi shumë e mirë tani për tani, ku vërtet është koha e duhur për të stabilizuar ekonominë tuaj, stabilizuar gjërat e financave dhe të bisedave të mira që do të keni tani tutje, është një periudhë mjaft e mirë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë të ditëshit parë, ujorë të ditëshit të tretë, duket se është pozitive dhe jo negative. Meqense një udhëtim që juve doni ta bëni ose të bisedojnë, nuk është diçka shqetësuese, por nëse do zgjidhni hallin sot. Por megjithatë ka ditë zoti sa duash, mund ta zgjidhni edhe në një moment tjetër. Por gjithsesi, koha është në favorin tuaj sepse përgatituni për javën që po vjen. Në çështjet që kanë bënë bashkim familjar, duket se është me peshk. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë gaforja. Për gaforet, me gaforet duket se tani është momenti, është koha, është çështjet e punës që lidhen tani në këtë periudhë, janë periudhat që ndikojnë shumë në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme, në takime të mira, në vendime të rëndësishme që do të merrni, por këto janë vendime historike për juve të kësaj shenje, sepse i keni mundësitë dhe është dhe koha e duhur për zgjidhje të problematikave nga më të ndryshme që mund të keni pasur para disa kohëve, por është dhe momenti tani, duke pasur parasysh juve të shenjës së gaforeve, është momenti dhe periudha që gjërat ndodhin, gjërat arrin, momentet janë ata që do të shikoni dhe vetë ku do të ndryshojnë shumë gjëra. Mbi çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë të ditëshit parë dhe me peshk është diçka e mirë, por nëse keni pasur probleme, debate me peshore, zgjidheni sot, se është ditë shumë e mirë për zgjidhje probleme. Po kur është koha dhe ora më e mirë të kësaj dite, atëherë është mbas orës 1 deri në orën 5, pra deri në orën 17. Është orë shumë e mirë për zgjidhur problemet e juaja. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë luani. Për sa përket shenjës së luanëve, meqense luanët tani e tutje kanë disa ndryshime që do bëhen tani e tutje, janë ndryshimet që do të thotë punë, do të thotë karrierë, do të thotë stabilizim. Po mirë, në ditën e diel do gjinen këto më jorgo do thonë juve. Por sot bëhen bisedimet, sot përgatiteni, është faza paraprgatitore që ju bën të ndjeni mirë, ju bën që t'jeni mjaft, korrekt, t'jeni shumë pozitiv në ato që doni të bëni dhe kështu me radhë. Prandaj është dhe koha juaj më e mirë e mundshme mbi gjërat që do të keni, mbi gjërat që do t'i realizoni, prandaj mos mu shqetësoni fare sepse është një periudhë kjo mjaft e mirë dhe tepër pozitive në anën e financave të biznesit dhe të karrierës suaj dhe është një kohë shumë e mirë. Meqense luanët kanë disa gjëra që ndryshon në fushën e punës, ndryshon në fushën e karrierës edhe të gjërave të tjera që çdo gjë ndodh për të mirën tuaj, ndodh për ekonominë tuaj dhe mundësitë që jepen. Mbi çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujorët e ditëshit parë dhe me dëmtë e ditëshit të tretë, është një kohë shumë e mirë e tepër pozitive, prandaj bini pas dhe nuk ka vend për të shqetësuar. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë virgjëresha.
Për sa përket Virgjereshave, duket se Virgjeresha tani për tani është një nga momentet që kërkon vëmendje dhe kjo do të thotë që periudhat, ndryshimet, takimet, vendimet, mundësi që janë, i keni dhe si mundësi, ose se është diçka që juve dëmtoheni ose keni probleme në anën tuaj. Nuk ka vend për të shqetësuar fare. Është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër mbarë në anën ekonomike financiare, meqense juve keni edhe kohën tani, mund ta shfrytëzoni për të mirën tuaj. Lidhjet afatgjat janë me peshk dhe me dëm të dhjetë parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshores. Përsa përket peshoreve, peshorët të duket se kanë të bëjnë me ndryshimin e madh që lidhet me ekonominë, lidhet me një vendim që do të merret tani e tutje për punën tuaj, do bëni ndryshim pune, por kjo lidhet me punën aktuale në fakt, sepse nuk është se ka diçka që nuk shkon. Është në të mirën tuaj, është diçka që vërtet do lidheni me ekonominë dhe stabilizimin e saj, ku është një moment mjaft i mirë, mjaft pozitiv, korrekt nga ana juaj, po, është edhe korrektësia sepse ka të bëjë shumë me gjëra të mëdha financiare të biznesit. Në çështjet e tjera që do të keni në lidhje me një takim që do të keni tani në kohët e fundit, keni bërë mjaft takime juve, por nuk keni gjetë zgjidhje. Por duket se kjo e diel do t'ju sjell gjëra të mira, pozitive dhe mundësitë e arta në punën tuaj dhe në rritje në detyrë, pse jo. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luan dhe me binjak është e mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë akrepi. Për sa i përket akrepëve, akrepët duket se nga tani e tutje, meqense keni pasur një bartë të rëndë mbi shpatulla juve, keni mbartur shumë kohë, si në lidhje me punën, si në lidhje me detyrën tuaj, por tani do të çliroheni nga pesha që keni mbajtur në të shkuarën. E vjen një moment tani, nga sot, e kjo javë që po vjen, ditës së nesërme, ku do t'ju japi mundësinë dhe çështjet e rëndësishme që do t'i zgjidhni tani tutje, ku është koha më e mirë e mundshme dhe më ndikuesja që ka të bëjnë ekonomia, ka të bëjnë stabilizimi, ka të bëjnë ndryshimi, ka të bëjnë momenti dhe koha e duhur për të arritur në finish. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luan të dhjetë parë, me ujor të dhjetë të tretë, që është diçka perfekte, por një vëmendje do të bëni me dash të dhjetë të parë. Kjo është një periudhë e mirë, është një moment shumë pozitiv dhe tepër ideale, dhe kjo do të thotë që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjëra të tilla. Në lidhje me një ndarje që keni pasur juve të shenjës së akrepëve, ka qenë me gaforët e dhjetë të dytë, por e keni zgjidhur pikërisht juve tani. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e shigjetarëve. Për sa përket shigjetarëve, meqense shigjetarët mund të kenë pasur ose mund të kenë disa probleme të vogla në lidhje me ekonominë e tyre, por kjo nuk do të thotë që nuk i kanë zgjidhur, por janë drejt të zgjidhjes së përgjithshme dhe duke mbyllur një herë mirë problematikat e tilla të kësaj natyre, duke mbyllur çdo gjë që ata kanë, çdo gjë ata që duan, dhe momenti që juve keni ku janë çështjet ekonomike financiare, janë ndryshime dhe vendime të mëdha që merren tani e tutje, nga e hëna e tutje gjërat janë më mirë për juve dhe janë më pozitive për juve, dhe do shikoni edhe vetë sepse ka të bëjë diçka shumë të madhe në këtë drejtim. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashje të dhjetë parë, ujor të dhjetë të tretë, kjo është perfektja, por një vëmendje do të bëhet me peshk të dhjetë të tretë, sepse këtu ka të bëjë me disa takime të rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricjapi. Për sa përket bricjapëve, bricjapët duket se lidhen shumë me çështjet e financave, mirë po takimet që do bëhen, duhet bëhen në një vend të qetë, një vend që mos ketë zhurmë, të jeni zgjidhje për anën ekonomike, me persona të tretë që juve keni të bëni, me ndryshimin dhe gjërat të tjera që do të arrini të i realizoni në ekonomi dhe në gjërat të tjera që do të keni. Në çështjet që kanë të bëjnë me çështjet e financave, të biznesit, të karrierës suaj, me karrierën sidomos, është një moment mjaft i mirë dhe po është e mundur kjo të realizohet fal zgjuarësisë suaj, fal mundësive që do t'ju jepen. Në një çështje keni pasur juve, e keni pasur me disa lek pamara, domethënë këto po do merren, se janë për të marrë, është koha juaj, është një moment shumë pozitiv. Ka të bëjë shumë me bricjap
gafore në dashuri, britsjap peshk, kjo është periudha më mirë e mundshme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e ujorëve. Për sa i përket shenjës së ujorëve, me qenë se ujorët duket se tani e tutje, kjo periudhë është një periudhë, nuk mund të themi neve që është periudhë prove, por është periudhë që për juve është mjaft e mirë sepse do të zgjidhni disa çështje problematike që mund keni pasur disa gjëra që nuk mund të ishin ashtu ku duhet për momentin, por tani e tutje do shikoni që gjërat të ndodhin, të ndryshojnë në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit, se është diçka shumë pozitive. Madje do të zgjidhni një ngërç ekonomik financiar juve, ku është koha tani për t'i parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep të 10-ishit parë dhe me binjak të 10-ishit e tretë është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo do të thotë shenja e peshqive. Për sa i përket shenjës së peshqive, duket se tani në këtë periudhë është një periudhë mjaft e mirë në lidhje me çështjet që lidhet shumë me anën ekonomike financiare, lidhet shumë me ndryshimet që keni, me momentet e duhura për çështjet e biznesit dhe të karrierës suaj, me karrierën sidomos ju e keni, por është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Një nga ndryshimet dhe vendimet që do të merrni janë vendime që korrekte nga ana juaj, në momenti që juve do të keni ndryshim ose do mundoni shumë për të arritur diku, dhe kjo ju bën që të ndihni superior sepse ja keni arritur qëllimin tuaj, por edhe të tretë që mund mos u pëlqejnë gjërat, por është momenti juaj më i mirë i mundshëm. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep, me binjak është e mbar, një vëmendje me peshore. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 5 tetor të 2025-s, ditë e diel. Para se të ndajmë bashkë, unë nuk i të edhe njëherë, por ju që interesoni për bashkim të detajuar, kemi pikërisht faqen këtu. E klikoni, e shikoni, bëni zgjidhjen tuaj, ajo që ju pëlqen më tepër nga paketat atje, dhe duke bler paketën numër për kadrës të blerjes, jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live, e doni dërgoni mesazh. Ne kemi këtë butonin këtu, e klikoni, e shikoni se si, dhe duke u abonuar tek ai kanal aty, dërgoni pastaj mesazhin për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Nga unë Rupulla, juroj një fundjavë të mbarë. Gjithë mirat.